Tani do të shkojmë në bibliotekën kombëtare, aty ku po zhvillohet aktiviteti për themelimin e gardës për mbrojtjen e natyrës. Se çfarë qëllimi do të ketë kjo gardë, më shumë detaje do të na sjell gazetarja Djelza Berisha. Djelza, po e kaloj linjën për ju. Po, para pak qastës veç unë nënshkrua memorandumi për themelimin e gardës për mbrojtjen e natyrës, që unë nënshkrua nga Ministria e Mjedisit bashkë me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Siç po shihet aktualisht, pra po kalojnë edhe ministri me kryeministrin Albin Kurti që themeluan pra këtë gardë për mbrojtjen e mjedisit. Të gjithë ata që po shohim janë ambientalistë, ekspertë mjedisit, e po ashtu edhe qytetarë të rëndom, të cilët tashmë janë shndruar në gardian për mbrojtjen e mjedisit, që do të shërbejnë për të raportuar çdo parregullsi apo dëm potencial që do të mund t'i bëhet natyrës. Kryeministri Albin Kurti gjatë fjalimit të tij tha se kjo gardë do të shërbejë si aleancë e shtetit me qytetarët, ku çdo qytetar mund të bëhet pjesë e kësaj garde për të raportuar në polici çfarëdo rasti apo çfarëdo dëmi që do të mund t'i shkaktohet natyrës, sepse sipas tij edhe vetë pranoi që aktualisht gjendja e mjedisit është mjaft e rëndë, sepse si lumenjt janë degraduar, ashtu edhe malit nuk janë në gjendje më të mirë të mundshme, po ashtu edhe ajri thaste se është i ndotur në masë mjaft të madhe, andaj ka qenë e nevojshme që të formohet një gardë e tillë e cila do të shërbejë mjedisit. Ndërka që edhe ministra e mjedisit Fitore Pacolli tha se aktualisht tashmë janë pjesë e kësaj garde janë rreth 100 gardian që do të raportojnë, por nuk përjashtoi rastin se qytetarët mund të antarësohen në gardë, mund të bëhen 1000, mund të bëhen edhe më shumë persona në mënyrë që të gjithë të parandalojnë sadopak çfarëdo dëmi që do të mund të shkaktohet mjedisit. Në anën tjetër edhe ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sfesla që nënshkroi memorandumin tha se kjo gardë do të shërbejë për të parandaluar çfarëdo lloj parregullsie dhe në këtë rast dëmi ndaj mjedisit do të bëhet shumë i vështirë për t'u bërë, siç ka ndodhur deri më tash, dhe sigurisht thanë se do të presin që të ketë rezultate pozitive ky nënshkrim i këtij memorandumi për themelimin e gardës për mbrojtjen e mjedisit. Djelza, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejt për drejt. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Catanzaron e Italisë, ku një grua u hodh nga balkoni me 3 fëmijë të saj të vegjël në krah, siç raporton